duke menu se bota është diçka e keqe, duke menu se me punua diçka e keqe, duke menu se me pas ambicjet mëdha është diçka e keqe, jena të i bëha dëm besimtarëve. Prandaj duhet me i balancu gjanat, sepse Islami është mesatar dhe është balans. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimet e pafundme të plota dhe sinqerta i takojnë Allahut fuqiplot. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet e përzemërta i shkojnë të dërgumit të fundit Hazreti Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, familjes tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, në ligjëratën e mbrëmshme folëm pak rreth jetës së kësaj bote, rreth jetës së dynjas dhe për kujdesin që duhet me pas na, për vigjilencën që duhet me pas besimtari, që mos me e mashtru vetin duke rënë prej e bukurisë së madhe dhe tërheqjes së madhe që ka jeta e kësaj bote, dhe përmend me ajetin kuranor që Zoti xhaleshanuhu e krahason jetën e kësaj bote, pra pasi thotë që ajo është lojë, dëfrim, është zbavitje dhe është mburrje ndërmjet jush dhe është rivalitet, pastaj jep një shembull, thotë ajo është si një bimë, thotë që mas i bjen shi, ajo bima rritet e merr vetin dhe bëhet një bimë e shnetshme dhe e bukur, edhe gëzohet bujku duke e pa atë bimë, ama mandej thot vjen koha dhe ajo bimë thot thahet, vyshket, maron thot edhe bëhet diçka e pavlerë. Pra këtu duhet me pas kujdes mos me ra prej duke e dhënë vetin totalisht pas jetës së kësaj bote. Ama në krahun tjetër, pra ligjërata e sotme do të jetë rreth rëndësisë që duhet me i dhanë në jetës së kësaj bote, sepse duhet me i balancu gjanat. E thaç edhe mram se në për ligjërata fatkeqësisht, por kjo është diçka moderne në Islam. Nuk është diçka që ka qenë gjithmonë kjo. Fatkeqësisht në për ligjëratat e sotme islame, në përgjithësi flitet vetëm për anën negative të jetës së kësaj bote. Nuk ban. A din pse nuk ban? Sepse vim në këtë gjendje sikur jena sot. Duke menu se bota është diçka e keqe, duke menu se me punua diçka e keqe, duke menu se me pas ambicjet mëdha është diçka e keqe, jena të i bëha dëm besimtarëve. Prandaj duhet me i balancu gjanat, sepse Islami është mesatar dhe është balans. Islami është qendra e rrethit. I marr gjanat në balans, në kozmosin e botkuptimit islam, i marr gjanat në qendër. Allahu xhaleshanuhu thot kështu në surën Qasas, ajeti 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fi al-ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Por përpiqjo me atë që të ka dhënë Allahu, pra me të mirat që të ka dhënë Allahu në këtë dynja, përpiqjo thëtë që me fitu jetën e botës së ardhshme, pra përpiqjo me fitu ahiretin me ta çaketin ndori tesh, duke mos harru edhe hisën tane në këtë botë, pra duke mos harru edhe pjesën e dynjas. Bëj mirë të tjerëve ashtu si të ka bën mirë Allahu ty. Mos kërko ngatresa në tokë, pra mos bën shkatrime në tokë, sepse padyshim Allahu nuk i don ata që bën shkatrime dhe ngatresa dhe gjana të këqija në tokë. I nderuar xhamat, gjendja e ummetit sot për sot nuk është e mirë. Pse? Për shembull, tanta musliman, rreth 2 miliard musliman, pra ndoshta i fije ma pak, ndoshta 2 miliard, Allahu e din mas mirë, por si mas statistikave, si e lejojnë 2 miliard musliman që me u vra, me u dhunu, me u dëbu disa musliman tjerë në vende të ndryshme të botës, prej një pakicës njerëzve, pra prej pak njerëzve, prej një grosht njerëzve, pra një grosht njerëz lozin me 2 miliard musliman, tallen me ta, i përçmojnë, si ka mundësi. Patjetër, po ta shohim në aspektin e kaderit dhe caktimit të Allahut, ashtu siç e kena shpjeguar në ders, kena thonë që Zoti i ndryshon ditë e fitores dhe të humjes, ditë e sprovës së pushtetit dhe sprovës së dobësisë,
i ndron mes njerëzve, sa te dikush, sa te një tjetër, sa te një popull, sa te një tjetër, sa te besimtarët, sa te jo besimtarët, rrin të ndru. Kjo është në aspektin e kaderit, kjo është në aspektin hyjnor. Allahu e din mas miri këtë. Por në aspektin njerëzor, këto vinë me disa sebepe. Na kena orë në këtë gjendje sot që nuk na pyet kush ko jena gjallë, për arsye se e kena lënë dynjan mas dorët. Në të njëjtën kohë jena zhyt mas kënaqësive të dynjas dhe e kena lënë atë që duhet me bën dynja, që e kena emanet për me e ndërtu tokën. Sepse Allahu xhaleshanuhu neve na ka kriju si halife në tokë, që do të thotë si më këmbës në tokë, që do të thotë që na kena bën dersin para disa netve, edhe këtë temë kena bën, që Zoti na ka dhënë neve një përgjegjësi në këtë tokë. Ka thonë, merrni pushtetin, pra Zoti e ka bën njeriu qenie të pushtetshme, që në tokë me drejtu njeriu tokën. Pra kafshë tjera pse janë të nënshtruar ndaj nesh, edhe pse janë më të forta. Ama Zoti i ka nënshtruar kafshët ndaj njerëzve dhe në tokë vendimin e jep njeriu. Pra qenia njerëzore e drejton botën, jo kafshët. Edhe pse janë me mia e me miliona ndoshta lloje kafshësh, e shpendsh e gjana tjera. Po njeriu e ka në dorë përgjegjësinë. Atëherë, pra mos dalim shumë nga tema. Besimtari është ai njeri që e ndërton tokën. Mos e harroni kur këtë koncept. Sante ngulit në mirë në kry. Besimtari është muslih. Ky është koncept kuranor. Muslih do të thotë përmirësues në tokë. E kundërta e muslih është mufsid. Pra që do të thotë shkatrues në tokë. Kur forcën e merr mufsidin në dorë, kur shkatrimtari e merr forcën në dorë, atëherë nuk i pyet më këto besimtarë se ku janë gjallë. I merr para, edhe i gjerë prej trojeve tyne, edhe i vret, edhe i dhunon, edhe i sklavnon, edhe i turpnon para tonë bocë, edhe krejt. Edhe s'de me ditë gjanë sa mia fëmijë janë vra, s'de me ditë gjanë. Ai ka planet e veta. Kurse besimtarja muslih, pra përmirësues në tokë, është e kundërta e mufsid, që Zoti e thot, që e lexuam ajetën Kur'an, in wala tabghi al-fasad fi al-ard. Kurse si mos e kërko dhe mos u bën sebeb që me bën shkatrime në tokë, se Zoti nuk i den shkatrimtar dhe ngatrestar. Në ajetin për shembull në surën Bekare, në faqen e dytë, mas elif lam mimit, thot wa idha qila lahum la tufsidu fi al-ard qila inma nahnu muslihun. Qalu inma nahnu muslihun. Kur ju thohet aty ne mos bani shkatrime në tokë, ata thonë jo, ne na të bëjmë mirë. Siç thonë sot, është e njëjta skenar krejt. Ndaçi me lexu botën e sot, merrni këtë ajet edhe lexoni. Fut në panoramën e këtij ajetit, botën sot, zhvillimet e sot me gjeopolitike, edhe lexon ajetin, edhe shifni gjendjen. Mos bani më shkatrime në tokë. Jo, ne na të bëjmë mirë. Ne na të bëjmë hajër. Na kena këtë projekt. Prandaj na kena lënë dynjan mas dorët, sepse duhet me pas forcë të ndërruan vëllezër dhe motra. Muslimani duhet me keni fort, po si bash i fort? Të punu, të arrit në jetë, duke e lexu mirë se ku jeton, duke analizu mirë botën ku jeton. Jo me ken njëri pasiv, jo me han, falun 5 vakte e ditë, jam në rregull, shkoj në xhennet. Ty të kam lu llumi. Llumi të kam lu rreth rrotull të jetë në botën ku jeton, në shoqëninë ku jeton. Të kam lu e keq edhe zullumi, ti hala rën vetin edhe krijon iluzion se jam në rregull. Në rregull, inshallah neve na pështon Zoti, Ty inshallah Allahu ta pranon namazin që fal, e agjërimin që bën. Tanve inshallah. Po mos harro se ke përgjegjësi me kanë muslih në tokë, me kanë halife në tokë. Pra me kanë mëkams në tokë dhe me kanë përmirësues në tokë. Dhe kjo bëhet vetëm duke arrit në jetë, vetëm duke u bërë i fort në jetë, vetëm duke bërë pasuni në jetë dhe duke qenë i pushtetshëm. Tani të kalojmë tek suneti i pejgamberit alayhis salam për me kuptuar më mirë dhe për me ilustru me shembuj këtë që thash në teori. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një njeri që nuk ishte asket dhe nuk ishte i zhytur në kënaqësitë e kësaj bote. Që do të thot, as nuk e kalon mas dorët jetën e kësaj bote dhe rëndësinë që do të mjellon jetës së kësaj bote, as nuk ka qenë i zhytur totalisht mas gjanave të kësaj bote. Pra qëllimi kryesor s'ka qenë vetëm me përfitu të mirat e kësaj bote, me i marrë në dorë dhe me i posedu,
dhe në të njëjtën kohë nuk ka qenë as njeri asket, pra njeri që jeton vetëm me i copë buk edhe me i ujë, edhe nuk mjafton, thot nja që unë rëndësi kohët me fitu ahiretin, ta bëhet çfarë do në këtë botë. Pra, kjo është e kundërta e Islamit. As këtej nuk është Islami, as këtej, është në midis. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte në Mekë. Pse nuk ndajin në Mekë? Sepse në Mekë e pau se nuk mujshin me bë organizim me besimtarët. Dhe ai kërkoi një vend ku ja lejote organizimin. Dhe shkoi në Medinë. Ditën që ka shku në Medinë, ai ka formu shtetin islam. Ai ka formu sistemin e vet. Ai ka bë organizimin e vet. Ai ka vu ligjet e veta. Dhe për këtë gjë duhet me keni fort, jo me keni njëri i marum. Për këtë gjë duhet me njoft mirë botën ku jeton. Pejgamberi alayhis salam e njifte mirë. Se kur shkojnë në Medinë, filloi më ai të lut kartat. Pra karvanet e Mekës shkonin dhe bonin tregti në Siri. Atëherë pra, a doni me bua tregti ju? Po. Ju edhe doni me na zhdukni, edhe doni me na dhununi, edhe s'doni me na dhënë drejt jetët, edhe ju doni me vazhdu prapë ishtu njësoj me rahatin tuj. Hajde ta shohim. Fop, i ndërprau rrugët e tregtisë Mekës. Filloi Meka të umlall, çfarë të ndodh? Se ai e ditë botën ku jeton. Se ka kanë me kalu ata, e si kanë me kalu, e si jetojnë Mekasit. Përndryshe nuk mundën me jetu. I ulin tavolinë, hajde të është në tavolinë do. Hajde të bojmë marrëveshje të shto. S'ka. Do të me ditë mirë atë ilmi siasetin, pra diplomacin, me ditë mirë. Koha ka lënë shumë shpejt, subhanallah. Kena gjana shumë me thanë, por do t'i përmledhin. Një nga hadithet më të thella të pejgamberit alayhis salam është ky. Jini në këtë botë sikur të jeni udhëtar ose kalimtar. Njëna anë e medaljes. Pra besimtari duhet me punu dhe mu fuqizu në këtë botë, ama me pa këtë botë si diçka kalimtare. Pra që do më thonë udhëtar? Do më thonë që nuk je në vendin tanë, ama udhëtar nuk do më thonë që edhe mas me e njoft vendin ku shkon dhe ku udhëton në për atë vend. Pra duhet me i ba disa sebebe dhe udhëtari, duhet me kriju dhe sigurinë e vet udhëtari kur udhëton në për një vend. Ama nuk e shef si diçka përfundimtare dhe si diçka absolute atë vend ku ashtu kalu në për te. Po thët kam me kalu, kam destinacion tjetërën. Pra përveç se pejgamberi alayhis salam ka thonë që jeni si kalimtar dhe jeni si udhëtar në këtë botë, dhe përveç se ai nuk ka qenë i dhënën mas kënaqësive të saj botet, le të kujtojmë edhe këtë hadithin tjetër që e balancon këtë hadithin që përmend me tesh. Pejgamberi alayhis salam ka thonë në një hadith shumë të njohur, ka thonë kush i ka 2 ditë njësoj është në humje, që do të thotë se ai e ka ndalu pasivitetin, demelizmin dhe monotonin. Pra ai ka synu që besimtari tonë kohën me kenë në një proces mësimit. Çdo ditë e ma shumë ai mu rrit shpirtnisht, intelektualisht, fizikisht, monetarisht, në çdo aspekt besimtari ka synu që besimtarin me rrit për ditë. Ka thonë kush i ka 2 ditë njësoj në humje. Pra mas i keni 2 ditë njësoj. Për ditë mësoni ka gjatë 3. Për ditë bani në punën tuaj ka një zhvillim. Pra për çdo ditë me ecë edhe më përpara, jo mrapa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte poetin e tij. Pra kur qafirat, mushrikt e Mekës dhe ato të Medinës për shembull, banin poezi që i ulnin dhe i degeneronin në thojza, domethënë u mundonin që me ja ul autoritetin dhe dinjitetin besimtarëve duke bën poezi që i ulin ata, që i tallin ata. Pejgamberi alayhis salam kishte poetin e vet personal, edhe i thote shkruaj edhe ti diçka, thuaj edhe ti diçka. Pra del edhe ti në skenë. Edhe ai i jep